hello, po shkojmë te banka, sepse ditën që votova për Eurovision, bllokova kartën. Harruar pinin, kur doja të kërkoj të shifja sa ka lekët e bla. Edhe tani po shkojmë te banka vetëm. Shumë e kënaqur me shërbimin tek banka. Ma zgjidhen muhabetin me një herë, më ndruan pinin, nuk duhet të shumë dokumenta, që i kisha marrë me vete çka kishte gjithsesi. Tani shkojmë në shtëpi. Përpara ndalojmë te DM-i dho. Your girl here sa po marrë punë për sot. Çfarë feedback mund të jap? Po. Një gjë që më duk shumë interesante është fakti që letrat që mbeteshin nga printimet, sepse përdoret plotëri. Realisht më përpara nuk kam printuar shumë përpos A3-shit, edhe në atë dyshë sipër përdorni një ploter që ishte një letër e pandërprerë, edhe kur printon ngelet pjesa tjetër e letrës bosh, domethënë asaj që është prerë, varësi të nëse do atë 0 apo atë 2 do përdoret e njëjta letër, kështu që mund të përdoret në gjysma dhe gjysma mbetet bosh. I prinin edhe i çonin tek kopshti i fëmijëve për të përdorur si letra të bardha. Dhe realisht janë letra shumë të mira me cilësi, sepse janë të trasha. Edhe I helped today që t'i prisnim, edhe sepse ishin bërë shumë. Edhe bëm gati një kështu ark të madhe me letra që i prem në formate të ndryshme. Dhe më pëlqeu shumë, më bë shumë qef, ishte shumë gjë e bukur. Ndërkohë unë që po mundohem të bëj ndonjë vlog në qytetin tim të vogël ku njerëzit të shohin. Se t'ishte vertikal, që ta mbaj nga vertikal, të këtoj njerëzit që po flas me do kënd në video, domethënë video call. Dhe që po flas me vete, por unë dhe kam horizontal, kështu që hello, vajza juve këtu pasi ka bërë vetëm punë shtëpie sot, edhe scroll në internet. Po shkoj për herë të parë, nuk e di shumë vitesh, po shkoj diku për sleepover. Edhe kur them pas shumë vitesh, kam qenë në gjatë mbi 20 vjeç nëse kam bërë ndonjëherë herën e parë sleepover. Ky është outfiti. Është për ftohtë. Nuk doja të marr xhupin e madh, dua të marr këtë meqense këtë mund ta mbaj edhe te shtëpia. Po më në asgjë, por nëse kam vetë fytyrën sot. Jemi përse. Po mbaruam, le të shkojmë të marrim porosinë e vintage dhe kam lërë dy gjëra shumë të bukura. Le ta hapim. Oh, she's so cute. Okej, dhe për lekët që kushtonte, it's good, domethënë që ka futur diçka ekstra. Oh, this looks so nice. Edhe unë që mendoja që do ishin shumë të trasha. Kam marrë 2 shaje të vegjël, pambuku. Doja të merja një silk, mëndafsh, dhe sa u mendova unë. Ta bleja, mos ta blej, ushit. Kam shumë qef, do mi keni parë nëse më ndiqni prej kohësh, në fotot e mia, kështu kam shumë qef shallet e vegjël këtu. Po nëse nuk janë të butë, dhe unë zakonisht i kam të gjithë si mëndafsh, i kam pas bërë gjithmonë të përdorat, edhe këto janë të vjetra vintage, slash të përdorat, maybe, I don't know, mund të jenë dhe të fare. Dhe shikojni pak. Këto meritojnë super dritë, por ju e dini si jemi këtu te ky kanali, jemi kështu spontane dhe reale. These are so cute. Kisha merak edhe ma thin, është nice. Atëherë, kjo është një Fendi shall i vogël, shumë i bukur. Sa i shitses në Vinted, i shitet shumë shpejt. Kështu, ta blej, mos ta blej, ta blej, mos ta blej.
nuk është ishin lirë, po prapë më pëlqenin. Plus do i përdoja, kisha më shumë hallin e pambukut, se mendoja do t'jetë diçka e trashë. Edhe më pëlqeu shumë sepse ajo edhe i demonstronte se si duken të vëna tek qapa, për shembull. Edhe duket kështu. Very cute, me këtë fjongon blu më pëlqeu shumë, këtu ka çka këtë fendin. Ajo që më shtyu më shumë ishte kjo tjetra. Doja ta merrja patjetër se mua më shkon shumë ngjyra roz. Thash doja të merrja të Celinin roz silk, se atë e dija që ishte e butë kështu të kisha me dyshim, po dhe kjo. Dhe po ishia më shumë te qepja, sepse ato të mëndashit qepen vetëm me dorë, kush janë reale. Edhe kjo duke shumë e ngjashme, dhe thash do t'jetë e hollë gjithashtu si copë. Kjo është pak më e madhe. I love it. Do doja shumë të blija një shall të mirë dhe firme ndoshta, po më shumë rëndësi ka paterni, domethënë në figura. Dhe që ta hedh kështu krave, duhet të jetë diku te 90 cm, 90 me 90, edhe zakonisht ato dhe kushtojnë, ja diku te, ja shumë lek nise. Edhe kjo është kështu, shikoni? Është kjo roza shumë e ëmbël, shumë e butë, edhe ka këto detajet e çantës, ka këto cën e Celine, që është nga dy anët, ka këtë si medaljon. Merje 2% zbritje. Edhe thash, ok, do ta marr, se nuk rri dot pa gjoja pa një zbritje, por realisht të dyja ishin të bukura, thash, nëse do pres më shumë njëra nga këto do shitet dhe do mërzitem. Edhe duket kështu, sa pa e vë, keni parasysh, shpejt e shpejt. Unë pa ta bler një pin te një nga Del Market, kam qenë në kërkim, sepse kur mban shallin për shembull kështu mund ta kapësh, që mos të tike. A vë këtë pinin, shumë cute. Si tip spilla domethënë. Edhe shkon, cute. Kjo zemre, ishte për shumë momentin që e vendos kështu, pra mund ta mbaj kështu. Very cute. I don't wanna call you later. You're tearing my heart up like it's paper, and somehow you turn to a stranger. We used to work, now I'm trying to make sure that we're both on the same page. I don't want it to complicate. I know you're riding away. Is there room for us both on the same wave? Nothing breaks so clearly when there's love on the line. My best friend told me someone that I don't even like. There's nothing left to fix if you don't want me to try. Oh, why would I, when you were barely even mine? Oh, why would I should've known from the start that you were a waste of an open bar towel, wiping my feet on the doormat. But there's so much of you that I just can't leave. Yeah, nothing breaks so clearly when there's love on the line. My best friend told me someone that I don't even like. There's nothing left to fix if you don't want me to try. Hello, jemi direkt pas pune, aq më buk. Por, do shkojmë të shohim. Sepse tani nuk jam më në shtëpi dhe realisht po mendoj si do ja bëj me pakot, që mua më vin shpesh. Dhe ti çet e puna, kam frikë se do dilja keq, se do thoshim fal pse më ka shumë produkte do kuptonin që më merrem në këtë punë. Nuk kam plan të futem këtij muhabeti. Ndoshta shumë zor, më falni. Nuk e di a ka shkuar aty apo do shkoj shumë më vonë. Tek një mail pas që thoshe nga ora 7, pas orës 7, por te maili që më erdhi përfundimtar që shikoj ke aty pakon e bla bla bla, jep edhe kodin, kështu që përdesa ka kod, do të thotë që
du ta kem futur tek gjëja, kështu që uroj të mund ta marrim. Ja ku jemi këtu. Kryzëm gishtat. Doja ta kisha hapur kur t'ua tregoja kur u hap, por nga që përdor telefonin. Here we are, nuk ka gjë tjetër. Thank you. Këtu është kudo shumë bukur, pas ka dhe ca njerëz, mendoj që do bëjmë një unboxing këtu me pamje. Sa të gjej një stol. Se njeni Gull në TikTok, është kjo vajza që jeton në Japoni, edhe ka bërë këtë paletën me Sea Beauty Mall me firmën No Unicorn. Oh, thënë të mi, sorry. Tada! Në fakt, fix në moodin në që jemi këtu, ka këto jeshilet, këtë të kuqen që është edhe single eyeshadow, kemi një gri të zezë, e gria dhe zeza janë ngjyrat e saj, domethënë, edhe një e bardhshëm. Dhe dizajn e ka bërë vetë ajo. Okay. Cute palette. Thank you Sea Beauty Mall. Ikim në shtëpi tani. Brejme. Okay. Staying mine, I'm all the give, you're the take. There ain't no fixing the break. Nothing left I could say. Ha ha ha. Nothing breaks it really when there's no. Hello! Kemi ardhur për tek koncerti I Lera Fabian, që nëse nuk e pat këtë video, ishte dhurata që I bëra burrit për ditëlindjen, dhe kjo ishte me mua, sepse po edhe mbarku nga cikli, edhe gjithashtu ndryshoi edhe plani I veshjes, kam veshur këtë gjën e thjesht, me xhinse, edhe kam marrë poshetën si gjithmonë, bashkë me çenin tim të ri, që se pat videon ku bëra unboxing të çantën e re. Edhe shoh që kemi ardhur këtu te një nga parkimet e Mitsubishi Hale, që është në Düsseldorf, edhe janë të veshur të gjithë fancy. Inshallah nuk jam shumë casual. Edhe make-upi është ky, shumë I thjeshtë, sepse realisht bëra gati në pak minuta duke pritur të bënte punë ibuprofeni, mora këtë varsen, s'kija ko të lyja thonjt, por let's go. Se kam disa minuta vetëm edhe nuk ndihem shumë në siklet, po gjithsesi kur ka njerëz se je duke folur me veten ndihesh në siklet. Ky është koncerti I dytë në fakt që po shkoj flas për posatyret të Shqipërisë. Koncerti I dytë I shtetit dhe kjo është në një arenë, duket shumë e vogël, në sensi janë të gjithë të ulur në karrige, edhe do doja shumë që gjithë në një farë mënyrë, në fakt, gjithë koncertet të ishin të ulur në karrige. Okej, e kuptoj që shpeshherë është shumë kot, por thjesht fakti ndoshta është mosha. Thjesht fakti që ke vendin tën ku tulesh, se unë gjithmonë marr vendin ku tulem, edhe mundësisht tek cepi I rreshtit, siç jam tani. Kam marrë jo ato afër me njëherë, domethënë, që të shikoni, këtu ishin
shumë rreshta në nivel të tokës, gjë që për mendimin tim nuk ja vlen, edhe pse është më të shtrenjta, se i bie që varësisht njerëzve që ke përpara me kokë më të lartë, nuk besoj se që, dhe mora nga lart, nga mesi dhe lart tek salla, domethënë te pjesa e grupit që është me shkallë. If you know, edhe jemi fix në mes. Gjëja më e çuditshme është që këtu shumë nuk e njohin Lara Fabian. Dhe me sa po dëgjoj më shumë ka të huaj se sa gjerman. Nuk e di, ndonjëherë të duket absurde se si njerëz nuk njohin Lara Fabian. Si mos njohësh për Andrea Botticelli ose Celine Dion. Edhe pse Celine Dion ka bërë filmin, kështu që ja shton, ja amplifikon atë, ja amplifikon famën. Edhe njohin në gjithë botën, normalisht është tjetër kategori, nuk mund ta krahasoj. My baby knows that I work hard for a living. There ain't no arguing with that. I bring the bacon home and when there's some left over, I see him chewing on the fat. I drink my coffee with a bit of cream and sugar. Koncerti ishte shumë i bukur, u kënaqëm, nuk ishte shumë i gjatë, ishte vetëm 1 orë e gjysmë. Vura këtë shallin këtu që mos më haj kjo palto e leshit. And let's go. It tastes too bitter when it's black. Then when